Fillimisht duhet ta lexoj kërkesën tonë, se unë mendoj që këto është e gjithë përmbajtja e kërkesës tonë. Pra edhe natyrisht edhe të komentojmë mbi tonë. Pra në vitet e fundit Kosova po përballet gjithnjë më shpesh me tendencat për rishkrim dhe deformim të së vërtetës historike, përmes interpretimeve që shtremrojnë ngjarje të rëndësishme dhe që krijojnë narrativa që bien ndesh me realitetin e dokumentuar. Këto zhvillime jo vetëm që dëmtojnë kujtesën kolektive, por edhe rrezikojnë të zbehin karakterin çlirimtar të luftës dhe të cënojnë dinjitetin e viktimave dhe sakrificën e tyre. Së fundmi një ekspozitë e shfaqur në Prishtinë ka nxitur shqetësim të thellë publik për mënyrën e trajtimit të ngjarjeve të luftës. Përmbajtja e saj është devim nga e vërteta historike, duke paraqitur në mënyrë të dëmshme masakrat dhe episodet të ndjeshme të luftës. Një qasje e tillë rrezikon të relativizoj krimet e kryera nga Serbia, të deformoj narracionin historik dhe të lëndoj rënd ndjenjat e familjeve të viktimave. Në këtë kontekst, bëhet edhe më shqetësues përfshirja e institucioneve publike në mbështetje financiare ose promovimin e përmbajtjeve të tilla, duke ngritur dilema serioze mbi përgjegjësinë institucionale, standardet e verifikimit dhe përdorimin e mjeteve publike për një çështje kaq të ndjeshme. Për këtë arsye, ne që kemi nënshkruar këtë kërkesë, konsiderojmë të domosdoshme që në afatin sa më të shpejt, dhe propozimi im është me njerë të hënën, që urgjentisht të ftojmë në... Po kjo, si me thonë, i referohet një kërkesë të hënën. Teksti është i të hënës, na sot çfarë dite jemi, sot është e premte, kështu që unë veç pe konstitucionalizoj. Kryet teksti ndryshimet e bëjnë më pas. Se ka për lexoj. Është vetëm për prohibitë saktësisë. Unë po lexoj për mbajtjen edhe arsye pse kemi thirrë këtë vetëm përfundojnë edhe arsyetoje, lirisht, po. Çfarë është çështja? Saktësisë. Po i saktë jam. Shumë jam i saktë. Deputat edhe kërkojnë një fjalë. Kërkesa jonë është që të ketë një Jo, vetëm pak. Deputeti me të drejtë vetëm një gjë e theksoj që me qenë se thatë që lexojnë edhe arsyetojnë lirisht, e keni fjalën. Për arsye konsiderojmë të domosdoshme që komisioni përkatës të mblidhet urgjentisht dhe të ftojë në raportim Andin Hotin në cilësinë e ministrit për punë, familje, vlerave të luftës shërimtare me qëllim që të sqarohen procedurat e ndjekura për miratim, financim dhe promovimin e kësaj ekspozite nga MPJ, kuvendi dhe institucionet të tjera. Të vlerësohet përgjegjësia institucionale dhe individuale për përmbajtjen e saj. Të trajtohen shqetësimet publike dhe të parandalohet deformimi i narrativës së luftës shërimtare. Të garantohet që trajtimi i historisë së luftës të bëhet me standarde profesionale dhe me respekt të plot për viktimat. E vërteta historike dhe kujtesa kolektive nuk mund të lihen në mëshirë të interpretimeve të pakontrolluara. Ato kërkojnë seriozitet institucional, verifikim të kujdesshëm dhe ndjeshmëri të lartë shoqërore. Duke pasur parasysh ndjeshmërinë e kësaj çështje dhe interesimin e lartë publik, kërkojmë që kjo mbledhje të thirrët në afat më të shkurt të mundshëm, dhe kjo kërkesë është nënshkruar nga unë si nënkryetari i komisionit, nga Sala Jashari antare, Armend Zemaj antar dhe Albana Bytyqi po ashtu antare. Dhe tani nëse bën edhe me komentu dhe me shtru kërkesën tonë e nderuar kryetare, pra Kosova këto ditë, por jo vetëm këto ditë, po edhe këto vite, këto dekada po përballet me një rrezik të trefisht të rishkrimit të historisë. Rreziku i parë vjen nga Serbia, e cila mundohet që të ndajë hisën në krimet
që ka bërë në Ballkan, duke munduar që të kriminalizojnë luftën ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke munduar që të relativizojnë të gjitha krimet që i ka bërë në Kosovë, duke mohuar masakrat dhe krimet makabre që ka bërë këtu në Kosovë. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë është gjykata speciale, e cila po ashtu ka për qëllim ndarjen e fajit për luftrat në Ballkan, ka për qëllim po ashtu rishkrimin e historisë, duke u munduar që të krijojë një balancë artificial mes viktimës dhe agresorit, dhe po ashtu gjykata speciale e ka dhe qëllimin të kriminalizojë luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Elementi i tretë çfarë fatkeqësisht kemi pa, që në këto vite kur nuk kam besu që do t'i përjetoj, janë disa eksponent edhe mbrana shoqërisë civile, po të afër me qeverinë e Zotit Kurti, po fatkeqësisht edhe ministra dhe siç e kemi pa edhe kryeparlamentarja, të cilët financojnë me pare të taksapaguesve një ekspozit e cila fund e kry është narracion jo i viktimave, jo i Kosovës, por është narracion kryqëput i Beogradit. Dhe kjo përveç që lëndon viktimat, ka për qëllim po ashtu të rishkruaj këtë histori për çka ne folëm. Qeveria e Kosovës përmes Donika Gërvallës ka ndarë fonde për Zotin Shkelzen Gashim, për librin e tij, dhe ky libër përveç që përmban pasaktësi, ka dhe një përmbajtje e cila edhe Beogradi do ta kishte lakmi. Në librin e tij të financuar nga Donika Gërvalla dhe së fundmi ekspozita e tij edhe përmes Kuvendit të Republikës Kosovës, në librin e tij shkruan që ushtria shërimtare e Kosovës ka bërë masakra ndaj serbëve. Kjo përveç që është e pavërtet, kjo është edhe e papranueshme. Një narracion i tillë e dëmton Kosovën përmbrenda, por i shërben edhe një herë përpjekjeve edhe të Serbisë, edhe të gjykatës speciale për të kriminalizuar luftën, për të rishkruar historinë. Së pari, në të gjithë jemi për mbrojtjen e vlerave të luftës, edhe në këtë aspekt është shumë shqetësuese që zoti Tehrani pellill një ekspozit shoqërinë civile me tendencën e qeverisë ose diçka të tillë. Ne e dim kush e ka themelu gjykatën speciale, kush ka votu, si kanë votu. Ne kemi qenë ata që kanë, edhe Albin Kurti ka qenë ai që ka protestuar, që është arrestuar, që është në kundërshtim të kësaj gjykate edhe padrejtësisë që bëhet Kosovës me këtë gjykatë, ose rishkrimit të historisë me këtë gjykatën speciale. 20 vite s'ka pas realisht asnjë instancë për gjykatat e Kosovës për krimet të kryera në Kosovë nga serbët në Kosovë. Për shkak se ligji ka theksuar që nëse personi nuk është në Kosovë, nuk mund të ngrihet akt padia ose akt akuza. Kjo ka qenë qeveria Albin Kurtit, e cila e ka mundësuar këtë që në këtë periudhë janë dënuar disa serbë për masakrat e kryera në Kosovë. Edhe ju thatë Instituti për krimet është themelu, në këtë periudhë është bërë më shumë për të vërtetën historike, edhe për atë që ka kaluar Kosova gjatë luftës, edhe gjenocidin sërb se sa në 20 vitet e kaluara. 20 vitet e kaluara faktikisht është shkuar në amnestin e krimeve të Serbisë, është fol haptas në Kuvendin e Kosovës nga qeveritë e kaluara për ligjet për amnestin e kriminalëve sërb, ndërsa tani këta kriminalë sërb po janë në gjykatat e Kosovës në rastet kur prokuroria i vazhdon ato. Kjo qeveri është ajo qeveri e cila e mbron të vërtetën e Kosovës edhe ka mbrojtur gjithmonë edhe do të vazhdojë të mbrojë. Një ekspozit, nuk mund të pasqyroj vlerat e qeverisë.
domethënë kjo në aspektin e të vërtetës edhe të vërtetës historike edhe pas luftës, domethënë çka ka ndodhur. Po ashtu na po flasim për raportimet që Serbia po financon, domethënë agjendat në Kosovë. Po dihet cilat agjenda po financohen në Kosovë, ku prap në veriun e Kosovës dalin ish deputet edhe deputet, flasin që domethënë grupi i cili ka sulmuar policët dhe ka vrarë policët në Kosovë nuk ka qenë terroriste e kështu me radhë, është njerëzit e juj që janë duke diskutuar këto sene. Për këto raste kërkush nuk po ngrit çështjet, domethënë që është diçka shumë shqetësuese, domethënë me thonë që grupi i Radojčićit nuk ka qenë terrorist, domethënë është një problem shumë i madh për Kosovën. Prandaj me këtë rast dua të kërkoj nga deputeti, domethënë që të kërkojmë falje për këto deklarata. Domethënë masi po kërkohet falje për një shoqëri civile, domethënë për një organizat, po edhe duhet me kuptuar që shoqëria civile është shoqëri civile. Domethënë nuk ka të bëj kurrë me qeverinë. Në anën tjetër, kemi qenë shumë të gatshëm për rezolutën, kemi pritur që rezoluta të diskutohet lidhur me këtë çështje. Nuk e di pse PDK-ja dul, po ashtu ministri Andin Hoti ka qenë në Kuvendin e Kosovës dhe aty ka qenë edhe për mu diskutu këtë çështje, po fatkeqësisht edhe deputeti Behrami edhe gjithë PDK-ja lanë sallën edhe dulën jashtë. Ne jemi të gatshëm për me diskutu këtë çështje edhe për rezolutat për mbrojtjen e vlerave të luftës, andaj mos ta bëjmë show dhe mos të bëjmë domethënë për konsum mediatik, po ta bëjmë për me të vërtet për me mbrojtë vlerat e luftës. Edhe të së kaluarës, por besoj që duhet ta ruaj qëllimin për çka jemi ftuar sot, edhe të sqarojmë gjitha këto rastet që ne i kemë në mundësitë dhe në kompetencën tona, por edhe që binë edhe në përgjithësinë atyne të cilat i kanë financuar nga paraja publike, dhe të shohim çka mundemi ne edhe duke thirrë ministrin në raportim për të na siguruar si deputet të zgjedhur që askush në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë nuk ka të drejtë të deformojë të vërtetën historike e kryer, domethënë në vitet 1998-99, dhe cilat akoma kanë lënë pasojë të mëdha, plagë të hapura, shumë viktima, shumë të pagjetur, dhe nuk besoj që Kuvendi i Kosovës, deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet lejojnë deformimin e historisë, të së vërtetës edhe ngjarjeve të cilat kanë ndodhur dhe janë plagë për shoqërinë e Kosovës, sidomos për shqiptarët që kanë qenë viktimë e luftës ose shovenizmit të Serbisë së Miloševićit. Andaj nuk mundet kjo me kalu pa përgjegjësi, pavarësisht betejave politike, duhet ketë saktësi, sepse kur financohet nga paraja publike, nga taksat e qytetarëve, një dokument ose qoftë ai libër, ekspozit ose gjana tjera, kjo tregon edhe seriozitetin se si funksionon dhe si i ndan parat një qeveri e cila është edhe gardian i mbrojtjes së taksave së qytetarëve të këtij vendi. Tash nëse me lehtësi dikush financon lloj-lloj dokumenti ose lloj-lloj libri ose lloj-lloj ekspozite ku dikush mund të ushqejë edhe narracionin e të pavërtetës ose narracionin e deformimit të asaj siç është tentuar nga Serbia në vazhdimsi të paraqes shqiptarët si agresor dhe jo si viktim, kjo është tepër e padrejtë, është e patolerueshme edhe duhet të jetë e dënueshme. Nëse dikush ka mendim tjetër që këto të relativizoj për shkak të asaj që quhet betejë politike, mendoj që është e pandershme edhe nuk i shërben as rujtjes së dinjitetit të viktima, po as sakrificës së popullit shqiptar të Kosovës. Unë jam njoftar që ajo që quhet mbrojtja e drejtave dhe lirive të njerëzit edhe dinjitetit të çdo personi i cili ka qenë prej e çfarëdo krimi në Kosovë duhet të dënohet. Dhe aty nuk kam asnjë dilemë, sepse kështu jemi edhe korrekt me vetveten, jemi edhe korrekt me sinqeritetin, po jemi edhe të ndershëm edhe ruajmë edhe moralin ton. Por të paraqiten përmes ekspozitave krimet makabre të minimizohen, të japin devim ose drejtim
në atë që është sulm ndaj luftës shtremtare, por edhe që është sulm ndaj familjeve të viktimave. Kjo mendoj që duhet dikush të marrë përgjegjësinë. Nuk jam më që ta quaj këtë gjyeti shtrikash, por përgjegjësi ligjore, dhe mos na ndodhë dhe mos na përsëritet në të ardhmen nga kushdo qoftë dhe kushdo që ka përgjegjësi institucionale. Është e mendishme, normal, ndërlidhet edhe me shumë tema tjera, edhe kjo është normale, sepse në Kosovën e pas luftës shoqëria është përballë me shumë të pavërteta. Më thonë njerëzit, përpos atyne që kanë shkruar në mënyrë anonime, ka pas edhe tjerë që kanë shpif në për studio mediatike, kanë shkruar edhe libra kundër figurave që kanë kontribuar vetëm se nuk kanë pajtu politikisht, janë mundu t'i denigrojnë, e që besa ka pas edhe shkaktarë të vrasjeve politike të cilat baraz ta quaj me çfarë do krimi akoma nuk e kanë marrë verdiktin e drejtësisë, ashtu siç akoma shumë nga këto masakra që kanë ndodhur nuk e kanë marrë dënimin e merituar ata të cilët i kanë kryer përpos dënimeve që kanë qenë në të kaluarën, po asnjëra nuk është evidentuar, saktësuar për çfarë do ngjarje që kanë ndodhur në vitet e luftës.